Përshëndetje Qamil Nivokazi, rraja e shtëpisë madhe apo e Dardanis e Malësisë Gjakovës. Nga Mojësiu te Nivokazi rrugë e pavdekshmërisë. Dugaim rrugo Pej, Paradiso apo Parajs, Zvicrane, sot me 28 prill 2025. Në fllatë të dritës të skenës përjetshme, ku Aleksandër Mojësiu shpalosi shpirtin e botës, rritën një lule që nuk vyshkej kur, lulje e zerit e dramës dhe pavdeksisë. Nga rolet e tij si Prometej i gjallë, ku gjoksi i tij rrite për të gjithë njerëzit, u derdh mbi ne një dritë hyjnore, një art që nuk vdes, një zë që nuk ndalet kurrë. Në këtë udhë lavdis përjetshme doli një burr, një djalë Dardanie, Qamil Nivokazi, skulptor i ndjesisë, në dorë t'ja thjesht por me shpirt të stuhisë. Në 3 ditë feste të madhe 1994, kur Mojësiu u ringjall në mes të Luganos, Qamil Nivokazi, mjeshtri i argjenti dhe i shpirtit, gdhendi simbolin në begj të kujtesës. Me Corel Drive 6 në dorë, si një artist që flet me rrufet, ai ndërtoi për të gjithë një emblem që Aleksandri që t'i shkojnë në përjetësi. 3 nete, 3 ditë ishin ditë feste, zemrën, mërgata rrite. Në kupolën e pallatit kongreseve, nga dridhjet e flamujve që rrajën e durve nuk u ndalshin, ndërsa simboli Qamil Nivokazi shkëlqente në për çdo gjokset tona. E kur kryetari Luganos me thoshte me dyshim, kur do të vi kush në festën ty për aktorin tënd, dvetmuar, fjalët u përgënjeshtruan dhe nga një aktor i madh Aleksandër Mojësiu erdhën 3000 zemra, nga mërgata dhe shpirti i kombit që nuk vdes kurrë. Dhe në këtë përmendore të shpirtit e në këtë udhë pavdekshmërisë, Qamil Nivokazi nuk mbeti vetëm një artist. U bën një flamurtar, një kujtim, një amanet, një testament i Mojësiut. Sepse shtëpia e tij ishte kështjellë drite. Mbi 250 familje, thoni është familja Nivokazëve, e pa ndarë në Kosovë, e mbi 250 antar tjerë i ka në Zvicër, si trong. Aty ku mbi dhimbjen, mbi përndjekjen, mbi dhunën që u bën mbi familjen, ajo u mbajt, u rrit si shqiponje që kur nuk zvarritet në balta. Me në fund nder dhe lavdia gjithë atyre që shkruajnë historinë e shpirtit në art dhe sakrificë, për Aleksandër Mojësiun që u ngrit në teatrin Bire dhe për Qamil Nivokazin që na falën në përjetësi me durët e tina, një simbol, një begj, se shkojnë për krejt mbar planetën tonë. Qamil, ky varg u thur për ty, për familjen Nivokazëve. Nga sak muji i atje nalt i Alpeve të shenjta shqiptare, të Rrugovës, atje ku qielli takohet me tokën e ku beja e Shqiponis mbetet edhe sot. Pasha tokë e qiell e hanë diell. Të përshëndes o burr malësie Qamil Nivokazi.